Bismillahirrahmanirrahim. Ideali ri më pyet: a kam gjuna nëse unë lodhem dhe sakrifikoj dhe punoj ditë natë, një punë, dy punë, ma shumë për të fituar sa ma shumë prej pasurive të kësaj bote, edhe pse unë falem, agjeroj dhe jam besimtar? Apo duhet që muslimani me ken i përkufizuar në rrezikun e tij? Të dashur në të shtrenjtë, kjo është një dilemë e cila ka hyrë në mesin tonë dhe që nuk ka lidhje me botkuptimin e shëndoshët mirëfillt islam. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famullar, në shumë vende, na tërheq vëmendjen duke na nxit për të punu, për të fituar halalin, për të kërkuar dyert e rrezikut, sepse kujdes, Allahu Azza wa Jall rrezikun e ka bë gajb. Do të thonë, ne nuk e dim se çfarë na ka përcaktuar Zoti. Ne nuk e dim se çfarë është rreziku i jon. Mirë po, Allahu Azza wa Jall na ka hap dritaret e njohjes së rrugëve të halalit dhe të haramit dhe na ka nxit që me e kërku halalin dhe na shpërblen për te, dhe na ka ftu për të largu dhe për të distancu dhe për të qëndru larg nga harami, dhe po ashtu na shpërblen për një gjatë të tillë. Prandaj të dashur dhe shtrenjtë, kur shohim në Kur'anin famullar ajete që na ftojnë drejt punës dhe kur lexojmë në hadithe të shumta të pejgamberit alayhi salatu wasalam nxitje për të fituar halalin, dhe kur lexojmë se sa prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam punonin dhe lodheshin dhe fitonin dhe ishin prej pasanikëve, kuptojmë se Islami na nxit për të punuar dhe për të fituar halalin. Disa herë kemi përmend dhe e përsërisim se 2/5 e Islamit bazohen mbi pasurinë, ose thuaj 2/5 e Islamit janë vetë pasuria, sepse a mund të shkojë dikush në haxh apo të kryej adhurime që kanë të bëjnë me dhanjen, pra zekatin e të ngjashme, pa pas pasuri? Allahu Azza wa Jall na urdhëron në sa vende që muslimani të lodhet, të punoj, dhe na thotë se Allahu, pejgamberi dhe besimtarët do ta shohin punën e njeriut në jetën e përteme. Po lexoja në rrëfimet e një prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thoshte se jo të gjithë ne kemi dëgjuar shumë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse ishim të zënë me zanatet tona, me punën tonë, me angazhimin tonë të përditshëm. Mirë po, në kohën tonë nuk gënjenin. Dhe ai që ishte pranë pejgamberit, pra ishte i pranishëm kur flitej një mësim dhe një udhëzim, ja përcillte atij që nuk ishte i pranishëm. Pra punonin, ishin të ndershëm, ishin të pastër, ishin komunikues dhe dashamirë ndaj njëri tjetrit. Dhe po të lexojmë në rrëfimin e të parëve, do të gjejmë porosi dhe bashkëbisedime jashtëzakonisht të rëndësishme që i shërbejnë në veçanti të rive tanë, të dashën të zemrës. Mos e humni kohën me thashetheme, me kafene, me mexhlise të padobishme, por shkoni, kërkoni për punën, lodhuni, sakrifikoni, bani një punë, dy punë, ma shumë, sa të keni mundësi për të pasuru, sepse pasurimi është rrugë drejt fitimit të pëlqimit të Allahut. Pasurimi nëpërmjet rrugëve të halalit është rrugë për të fituar pëlqimin e Allahut. E kundërta, pasurimin në rrugët e haramit shpije drejt ndëshkimeve të Allahut dhe heq bereqetin nga jeta jonë e përditshme. Imam Hasan al-Basri, prej dietarëve të mëdhenj të këtij ummeti dhe prej trashëgimtarëve të dijeve të sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë, nuk konsiderohet lidhja jote me interesin e kësaj bote, dashni për këtë botë, përderisa ajo çfarë ti kërkon të shërben për jetën tënde të përkohshme. Do të thënë, unë lodhem, sakrifikoj, punoj për të fituar halalin, kjo nuk do të thotë se unë jam i lidhur pas kësaj bote. Jo, jam në shërbim të interesit tim dhe të asaj çfarë i bën mirë jetës sime, familjes sime, halalit tim, adhurimit tim, nga interesi i kësaj bote kalimtare. Lexojmë se Sheikhul Islami, Imam Sufjan al-Thauri, Allahu qoftë i kënaqur me të, do thotë, sikur të lë trashëgim, pra pasmet, 10.000 dirhem, dhe të llogaritem për ato dirhem tek Allahu Azza wa Jall, është ma e dashur për mua se sa të kem nevojë për njerëzit. Pas nevojë për njerëzit, me trokit nderën e këtij, nderën e atij, ky të jep, ky nuk të jep, merr borxh këtu, merr borxh atje, borxhit nxin fytyrën, borxhit krrus, borxhit të thanë ujin e fytyrës, borxhit korit, borxhit dobson. Prandaj
jemi mësu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nga imamet e mëdhenj të fesë tonë që njeriu me u munu dhe me u përpjek mos me pas nevojë për askënd në botë. Madje në një prej transmetimeve lexojmë se ata ishin një grup sahabësh dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha disa porosi, i këshilloi disa porosi, thot dhe një fjalë që e tha me zë të ulët. Që thosh hajti të rregoj diçka tjetër, se thosh ajka ajkës. Tha mos i kërkoni kurr dikujt diçka. Dhe thonë transmetuesit e kësaj ngjarje se ndonjëri prej atyre zotnive që i dhan besën pejgamberit alayhi salatu wasalam për këto fjalë e kam pa me sytë e mi në majt kalit që i ra bastuni apo kamxhiku në tokë dhe nuk i tha të birit ma jep, por u ul vetë dhe e mori. Pse? Se i kishte dhënë fjalën pejgamberit alayhi salatu wasalam mos me i kërku askujt kurrë asgjë. Prandaj të dashur dhe shtrejt, me punu sa më fort, me punu me sa të kem mundësi, me u pasunu sa më shumë. Një shoqëni islame e pasun është shoqëni e cila ka efektin e saj në përditshmërinë e realiteteve ku muslimanët jetojnë. Musliman të varfër do të thotë dominimi i të keqes. Prandaj punoni, fitoni, pasunonu dhe dëshmoni me sa të keni mundësi mirësinë dhe bekimet e fesë tuaj. Në Islam mësohemi që muslimani duhet të punojë fort, të lodhet, të angazhohet, të fitojë me djersën e ballit, të rritet në pasuninë e tij, të jap zekatin, të ndihmojë të varfrit, të ndihmojë ata që kanë nevojë nëpërmjet pasunisë së tij që Zoti ja ka dhënë dhe e Allahut është. Të veprojë atë çfarë fiton nëpërmjet saj pëlqimin e Allahut dhe mos të ngelen muslimanët njerëz të dobët e të varfër, sepse sikur se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, varfëria shpije në femuhim. Varfëria, skamja, shpije në mirim. Varfëria, skamja, shpije në poshtnim. Prandaj sa më të fortë ekonomikisht, sa më të pasun, sa më të organizuar, sa më të lidhun, sa më bamirës, aq më shumë gjurma dhe bekimet e Allahut, nëpërmjet durve tuaja, shihet në realitetet ku ju jetoni dhe punoni. Dhe e kundërta me të kundërtën. E kur të lam pas dore, ato çfarë janë obligime parsore në fenë tonë dhe të merremi me thashetheme dhe me humbje kohe, atëherë prisni këto që shohim dhe dëshmojmë sot. Allahu ju dashtë.